Të rinjtë e fshatit Klos Katun në bashkinë e Klosit janë larguar thuajse të gjithë nga fshati. Ata që kanë mbetur aty janë të moshës së trete, kryesisht çifte që fëmijët i kanë larg. Islam Habibi nga fshati Klos Katun shpreh se dikur fshati ishte i mbipopulluar dhe punohej çdo pëllëm toke. Sot fshatit i mungon ujë vaditës pasi ai i pishëm ka ardhur. Megjithatë, sipas Habibit, kjo nuk e popullon më fshatin i cili dikur kishte mbi 300 shtëpi. Aja ujë vaditës ka këtu, qisë me hapin e trafonkën, e kanë hap ka poshtë, gjithë me katonit ka, tash gjithë me katonit nuk ka. Tash i ka ardhur ujë i pishëm që e kanë prunë, a kupto? Minë kanë bën aty, se s'kan pas. S'ka pas një ujë pishëm, ta që e kanë bën, tamam. Ka qenë një fshat i bukur, një fshat me ujë, një fshat i stabilizuar. Tash me ardhen e demokracisë, shumica të rinjve kanë ikë. Kanë ngelur vetëm mosha 50 e sipër. Nuk i gjeti çuna të ri që janë moshë, me thonë 20-30 vjeç. Tu që që shef të e shef, tu asë një vend so për në veç bërë këtë as bakti s'ka, se s'ka kush me i rujtë. Ja, këtu në vrallë, në njëmën të këtë përnujnë delim tokë, se që lejnë në ata bishët e garusha. Po s'ka bakti që bakti s'ka, ka një lëp, ka në njëni që ka ditë 5-6 dhenë. Gati tërë që nga qenë, e ka kre ure fshatit e del të qatë dushkut. Këtë shkaton t'ju, ka di dhe ata, ose ka një. Tokat kanë mbetur djerë e banesat po rënohen, thot Islam Habibi, duke shtuar se jo vetëm që nuk pritet rikthimi i rinisë, por shumë shpejt fshati do të mbulohet nga shkurret e bimësia e egër. Kurse do këtëvi? Tu mas një 20 veç, tu dhe pëllëzohet komplet se vdesin e ta që janë, s'ka e ma. Kush vej për shembull? A do ardë djali im, a do ardë djali tjetër, a do ardë djali tjetër ta. Këtë që janë banë, që ta fushi kanë qenë në pëllëzu të shenjë, sepse du në pas të u do në kullu. Shumë fshatra aktualisht po e mban gjallë mosha e tretë për shkak të largimit të rinisë jashtë vendit të larguar në kërkim të një jete më të mirë.